Të nderuar televizionistë, vazhdoni të jeni në shoqërinë e emisionit Mëngjesi juaj dhe si çdo mëngjes të hënë tashmë në studio kemi mikën e emisionit ton, kemi zonjën Anila Kalleshi, specialiste në fushën e dobësimit dhe të ushqimit. Përshëndetje, kënaqësi që u kam në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dhe natyrisht që të gjithë miqtë tanë të rregullt që e fillojnë ditën me ne tashmë hynë në botën e dietave, ne sapo folëm pak për historikun e gjakut dhe mënyrën se si të ushqehemi me të. Dhe është pikërisht sapo tham dietat e grupit të gjakut 0, ashtu si anoncuam dhe të hënën e parë, sot do të ftojmë të gjithë ata persona të cilët i takojnë grupit të gjakut B. Pra si të ushqehen, cilët janë ushqimet më të mira, cilat janë ushqimet e dëmshme dhe sa të kujdesshëm duhet tregojmë pikërisht këtë sezon pushimesh. Grupi gjakut B është grupi nomad, është shfaqur për herë të parë 15 vite deri në 10.000 vite para erës sonë. Natyrisht është një grup i cili karakterizohet nga një sistem imunitar mjaft i fuqishëm, një sistem tretës mjaft tolerant, shoqërohet me një aktivitet fizik dhe një përshtatje ndaj ambientit dhe kulturës mjaft mirë. Është, mund të themi, përzgjedhja më ideale e të gjitha grupeve. Është gjëja më e mirë që merr nga grupi 0, nga grupi A dhe nga grupi AB. Pra nga të tre grupet që kemi thënë, personat që kanë grupin gjakun B janë personat më me fat, pasi ka një sistem imunitar mjaft të fuqishëm, një sistem tretës mjaft të fortë dhe tolerant, ka një gamë të gjerë ushqimesh që mund të përdorin dhe natyrisht janë më pak të prirur ndaj sëmundjeve. Natyrisht duke pasur një sistem imunitar mjaft të fuqishëm dhe arrin, mund të themi, të përballojnë me shumë zotësi dhe me shumë mirë arrin të përballojnë në sëmundjet më të vështira qoftë kanceret e trupit që po. Nila, për të gjithë ata që sapo janë zgjuar dhe nuk e dinë që ka edhe dieta për grupin e gjakut të tyre. Tashmë dinë se çfarë grupi gjaku kanë, por ndoshta nuk janë të treguar të kujdesshëm, thjesht për mos patjen informacion që në lidhje me grupin e gjakut, ata duhet edhe të zbatojnë rregulla se cilat dietat duhet të zbatojnë për t'i ngrënë. Dhe fillojmë njëherë me ushqimet të cilat bëjnë mirë, ushqimet më të mira dhe më të domosdoshme për personat me grupin e gjakut B. Duke njohur mënyrën e të ushqyerit, ne arrim të mbajmë larg sëmundjet, arrim të mbajmë larg mbi peshën, që është shumë e rëndësishme tani të njihet. Natyrisht edhe rënien në peshë arrim ta kontrollojmë duke ditur ushqimet të cilat na bëjnë keq apo na bëjnë mirë. Për grupin e gjakut B, thamë është një grup që ka një gamë të gjerë ushqimesh, mund të zgjedhë gjithçka, mund të themi pa frikë, por duhet të ketë kujdes në ushqimet që çojnë në rritjen e peshës, të cilat janë fagopuro, misri, thjerëzat e kuqe dhe jeshile, natyrisht, tek prodhimet e grurit, ngjason pak a shumë me grupin 0, një lloj me glutenin, reagimi që kanë ndaj glutenit. Gluteni arrin të frenojë metabolizmin e trupit dhe për personat nuk mund të themi që gruri dhe drithrat i bëjnë keq grupit B, por nëse ne duam të ruajmë peshën, natyrisht duhet jemi të kujdesshëm rreth glutenit. Pak a shumë të janë ushqimet që çojnë rritjen në peshë. Ndërsa ushqimet që çojnë në ulje në peshë janë lakra jeshile, janë ca fasule, bishtajore dhe frutat e perimet natyrisht, dhe mishi, mëlçia dhe vezët, që është mjaft e rëndësishme për t'u përmendur, pasi mishi, mëlçia dhe vezët te grupi A kishim që çonin në rritje në peshë pafundësisht. Grupi, po të marrim të gjitha kategoritë ushqimore për grupin B. Grupi B tek mishrat tham i pranon të gjitha mishrat, por duhet të jemi më të kujdesshëm pasi ushqimet shumë të dobishme, misha shumë të dobishëm për këtë grup janë mishi i deles, i qëngjit, i sorkalles, mish neutralesh, mishi i viçit, zemra, mëlçit. Domethënë futemi tek neutralet. Nuk janë kurative, thjesht janë ushqyese. Ushqejnë trupin, por nuk kanë efekte kurative. Ndërsa mishi i qëngjit, i deles dhe i sorkalles janë shumë të mirë për grupin e gjakut B. Natyrisht, i vetmi ushqim që ndryshon me të gjitha grupet, mund të themi, është mishi i pulës. Imi mësuar tashmë që në çdo dietë mishi i pulës të jetë prezent, pasi mendoj që mishi i bardhë është mish më i lehtë për të tretur dhe nuk çon në rritjen e peshë. Është absolutisht e gabuar për grupin e gjakut B, pasi mishi i pulës ka një lektinë kudongjitse, e cila është mjaft problematike për grupin e gjakut B, madje mund të themi kalon në tru dhe mund të shkaktojë dhe hemorragji cerebrale. Lektina që përmban mishi i pulës. Ndaj duhet shmangur pothuajse krejtësisht mishi i pulës. Duhet jetë pak e vështirë për ato që janë mësuar me dietat dhe duke kanë përdorur mishin e pulës, por këshillohet absolutisht të ndërpritet mishi i pulës.
Mishi, kryesisht mishi i qëngjit, i deles, i sorkalles, preferohet të konsumohet 3 deri 4 herë në javë në sasinë nga 60 deri në 125 gram për gratë dhe fëmijët dhe nga 120 deri në 175 gram për meshkujt, 3 deri 4 herë në javë. Mishi kalojmë tek peshqit. Peshqit dhe produktet në produktet e tij. Të cilët në këtë stin është e pashmangshme, pothuajse të gjithë nëse shkojnë pushime? Peshku këshillohet mjaft mirë të konsumohet nga grupi B, pasi proteina që gjenden tek peshku janë mjaft të mira për organizmin e grupit të gjakut B. Por duhet të jemi mjaft të kujdesshëm përsëri në proteinat e peshkut, pasi nuk lejohen asnjë nga frutat e detit, mund të themi. Të gjithë frutat e detit që janë me guacka nuk i këshillohen grupit të gjakut B dhe për fat të keq nuk i këshillohet as merluci. Një ndër peshqit që ndoshta grupi i gjakut B mund ta përdori pa frikë, nuk u këshillohet grupit të gjakut B. Tek produktet e qumshit dhe të vezës, grupi i gjakut B është një ndër grupet më të preferuar, pasi nuk ka përjashtime ndër produktet e qumshit dhe të vezë. Mund të konsumoj 3 deri 4 vezë në javë, po kështu mund të konsumoj çdo ditë, mund të themi, ose një herë në 2 ditë mund të konsumoj 225 gram qumësht. Djath nuk i këshillohet të konsumohet më tepër se 60 deri 120 gram 2 herë në javë, jo më shumë. Nuk është siç është grupi A ku kishte të preferuar produktet e sojës. Produktet e sojës për grupin e gjakut B janë absolutisht të ndaluara, nuk bëjnë fare mirë, kështu që është e këshilluar që mos të përdoren produktet e sojës. Qumshi i sojës, djathi i sojës nuk duhen të përdorur për grupin e gjakut B. Vezët natyrisht, po të jenë organike, janë shumë të mira. Domethënë vezë fshati, vezë të fresta, jo vezë me produkte. Anila, ju si specialiste në fushën e dobësimit dhe të ushqyerjes, ju sapo thatë emra pafund ushqimesh të cilat duhet i konsumojnë. Por sa janë në dieni, sa dëmtojnë të skuqurat apo të zjerat? Si do të jenë në prioritet? Natyrisht për të gjithë këshillohen produktet e zjera ose në avull, pasi vlerat ushqimore të tyre nuk humbin. Natyrisht dhe në produktet e skuqura, vaji që ne marrim është goxha i madh dhe për të ulur kolesterolin në gjak, absolutisht nuk duhet përdorur produktet e skuqura. Kjo është një arsye tjetër më shumë që duhet të njohim, që duhet respektuar, nuk duhet kaluar, nuk duhet abuzuar me këtë rregull. Tek perimet, grupi i gjakut B ka një gamë të gjerë produktesh, por ndalohet kategorikisht domatja. Dhe domatja ka një lektin kudongjitse dhe ashtu si grupi A që ishte një arsye kryesore për ndalimin e kësaj lektina që gjendet tek domatja, natyrisht kështu është edhe për grupin e gjakut B. Nuk i lejohet absolutisht. I bën mjaft mirë grupit të gjakut B të përdori qepën, qepa është shumë e mirë, shumë e mirë, pasi rrit sistemin imunitar të grupit të gjakut B. Është mjaft e mirë, natyrisht dhe përdorimi i hudhrës. Për grupin e gjakut B nuk këshillohen ullinjt e zinj sidomos, nuk këshillohen absolutisht, ndërsa produktet tjera mund të përdoren tek perimet pa problem, mund të përdoren ndoshta edhe 2-3 herë në ditë. Pra, te sallatrat duhet përjashtuar domatja, ullinjt dhe duhet mbetemi vetëm tek sallatat e zjera apo sallatat e jeshile dhe sallatat me perime të zjera, që është shumë e mirë. Tek frutat, po do kështu dhe tek frutat kemi një gamë të gjerë ushqimesh, mund të themi që nuk përjashtohet asnjë frut, për përjashtim të arave të Indis, që nuk duhen konsumuar, të tjerat janë pothuajse shumë të mira për organizmin e arat e Indis që janë aq të shijshme dhe personat me grupin e gjakut B duhet të përjashtojnë nga dietat e tyre. Gjithashtu, grupi i gjakut B nuk është shumë tolerant ndaj ujit, ndaj verës, ndaj birrës, ndaj këtyre pijeve. Natyrisht dhe çajrat nuk i pranon mjaft mirë grupi i gjakut B. Tek çajrat mund të përdoren vetëm glikorizën. Glikoriza është një çaj i shkëlqyer, mund të themi, për rregullimin e insulinës në gjak. Natyrisht ndihmon dhe për dobësimin. Prandaj këshillohet të përdoren deri në 2 gota çaj glikorizë në ditë. Është mjaft i ushqyeshëm. Bira tash mund të pihet, por në momentin që ti kërkon të ruash peshën, duhet absolutisht ndaluar. Dhe vera nuk është se është ndonjë produkt që mund të konsumohet nga grupi i gjakut B. Në lëngjet që preferohen. Vera përjashtohet e tëra si familja apo vera e kuqe, vera e bardhë, ka pak tolerancë? Të dyja, vera kuqe e vera bardhë nuk është se ka ndonjë ndikim pozitiv tek grupi i gjakut B. Nëse tek grupi i gjakut A, të cilët vuani nga sëmundjet e zemrës, ishte e këshilluar që të merrë një gotë vere e kuqe apo e bardhë në ditë,
tek personat e grupit të gjakut B nuk është se është e këshilluar, madje edhe uji, që është jetik për jetën, nuk këshillohet mjaft që të pihet në sasira të konsiderueshme nga grupi i gjakut B. Një tjetër kategori është janë edhe këto frutat tham që janë mjaft të këshillueshme të konsumohen çdo ditë, nga 1 deri në 2 kokra në ditë në sasira 120 gramshe janë shumë të mira. Dhe të mendojmë që stina e verës tashmë kanë filluar ka fruta të shumta, të cilat kanë edhe një sasi të madhe sheqeri. Mund të konsumohen të gjitha pa frikë. Duhet të kemi mjaft kujdes me akullore. Akullore nuk i lejohet absolutisht grupit të gjakut B, pasi është mjaft e rëndë për organizmin e këtij grupi. Tek erësa duhet të kemi kujdes me kanellën, piperin e zi dhe piperin e bardhë. Janë mjaft të këqija për grupin e gjakut B. Nuk e këshillohet absolutisht. Pak a shumë këto janë kategoritë të cilat grupit të gjakut B i këshillohen apo nuk i lejohen që të përdoren. Dhe për të gjithë ata persona që në këto momente janë duke na ndjekur dhe kanë filluar paksa të shqetësohen dhe i kanë patur në dietat e tyre këto ushqime, si fillon përjashtimi i menjëhershëm etik apo duhet të kenë një tjetër konsultim për të vazhduar për të zvendësuar pikërisht drithrat, bulmetrat dhe frutat dhe perimet të cilat ju sugjeruat që duhen të mos i kenë në mënyrë absolute personat me grupin e gjakut B të mos i përdoren. Tani me bukën, për shembull me drithrat, makaronat duhen shmangur. Në qoftë se një person është mësuar të ushqehet mjaft me makarona, duhet i kufizojë ato të paktën një herë në javë të marrë nga makarona. Është për të përmendur dhe orizi nuk është mjaft i mirë për grupin e gjakut B, është një ushqim neutral, por nuk është se është i dobishëm. Duhet buka në momentin kur ti je mësuar që të ushqehesh me bukë shumë, natyrisht duhet kufizuar goxha buka dhe duhet përdorur buka eseon, që është nga gruri i saponbir. Në këtë moment gruri i saponbir i është hequr gluteni në momentin e mbirjes së tij, ndaj dhe është mjaft i mirë për të përdorur kjo buka eseon që gjendet në dyqanet organike. Për mishrat, mishri i pulës duhet zëvendësuar absolutisht. Absolutisht duhet zëvendësuar, por duhet zëvendësuar në fillim me mishin e qëngjit, të deles dhe të sorkalles, pasi është mjaft e mirë, nuk është aq e rëndë siç është mishi i viçit, zemra, mëlçit, mishi i lopës, mishi i derit. Domethënë duhet zëvendësuar me mish pak më të lehtë që është mishi i deles, i qëngjit dhe i sorkalles. Për domaten nuk besoj se është ndonjë problem i madh për të zëvendësuar, ka një gamë mjaft të gjerë ushqimore ku mund të zëvendësohet domate, që mund të jenë sallata jeshile, lule lakra, brokoli, që janë shumë të mira në grupin e gjakut B. Në qoftë se në grupet e tjera të gjakut, patatja ishte pak e dëmshme, te grupi i gjakut B, patatja është mjaft e mirë, mund të konsumohet pa problem në sasira të konsiderueshme, natyrisht e zier apo e pjekur, jo e skuqur. Dhe është mjaft pozitive për grupin e gjakut B të përdoret patatja. Natyrisht që dietat i përkasin grup moshave të ndryshme, por le të fillojmë pikërisht për këto nëna të reja, të cilat kanë fëmijën e tyre sapo e kanë shkëputur nga gjeri dhe duan të fillojnë ushqimet e para, por duan që në një farë mënyrë të edukojnë me ushqimet që i bëjnë mirë grupit të gjakut B. Me çfarë duhet ta nisin dhe çfarë duhet përjashtojnë nga dietat, nga ushqimi i përditshëm i fëmijës së tyre? Nuk duhet të përdoren absolutisht salca, domate, do mundohen që të reduktojnë në një sasi të konsiderueshme picat, makaronat, këto që futen në produktet e drithrave, të brumrave, duhet i shmangin pothuajse, jo krejtësisht, pasi fëmia ka nevojë që të marrë dhe nga ato, por duhet të mësohet, duhet i bëjë një edukatë ushqimore që të përdoren në sasira të kufizuara këto produkte. Natyrisht, gama thash është e gjerë, perime dhe zezavate mund të konsumoj pafundësisht, dhe mishrat mund të konsumoj, peshku është shumë i mirë për të konsumuar, vaji i ullëdirit është i mrekullueshëm për tretjen dhe jashtëqitjen e grupit e gjakut B, duhet shmangur vaji i misrit, i pambukut, vaji i linit duhet shmangur, ullin dhe këto nuk duhet t'i edukohen fëmijës që t'i pëlqej dhe t'i konsumojnë. Në fakt, ndalojmë pak tek ullinjt, sa e kuptojnë që dëmton, sepse ju sapo thatë që kokrat e ullirit, sidomos të zinë, nuk duhet i përdorin. Lektina që ndodhet tek ulliri është
shumë e keqe për organizmin e grupit gjakut B. Ndaj dhe duhet ndërprer konsumimi i tyre. Ndërsa vaji i ullirit nuk vaji i ullirit është shumë mirë. Bën shumë mirë në tretjen sepse është i përpunuar. Ulliri është i përpunuar dhe bën shumë mirë për tretjen dhe jashtëqitjen e grupit të gjakut B. Në fakt fëmijët e vegjël nuk mund t'i thuash dot stop akulloreve në këtë sting të nxehtë. Me çfarë mund t'i zvendçosh ato, pasi edhe pijet është përsëri? Jo, tek pijet mund të konsumojnë gjithçka. Lëngjet e frutave janë të mrekullueshme, lëngu i lakrës, lëngu i ananasit. Ananasi është fruti më i mirë për grupin e gjakut B, ndihmon shumë në jashtëqitje dhe në rritjen e metabolizmit. Lëngjet e frutave pafund mund të përdoren, lëngu i portokallit, lëngu i karrotës, të gjitha lëngjet mund të përdoren pambarimisht, të ftohta natyrisht, nëse kërkohet diçka freskuese për këtë sezon, por akulloret për fat të keq duhet i përjashtojnë nga dietat e tyre. Atëherë, Anila, ndalojmë tek personat që sot ose në ditët në vijim, pasi e shikojnë që ndoshta e kanë tepruar gjatë stinëve së dimrit dhe të pranverës me ushqimet, dhe duan që të paktën të vendosin shoqërisht ose vetëm të vendosin dietat e tyre. Sa të vështirë apo të lehtë mund ta kenë pikërisht në këtë stinë për të përjashtuar në një farë mënyrë të gjitha ushqimet që ne sapo sugjeruam? Kjo natyrisht duhet filloj gradualisht, nuk është se do marrim një thikë dhe do e presim në sekond të gjë, që po themi. Gradualisht, duke u mësuar organizmi me mungesën e këtyre ushqimeve që mund të kenë qenë prezente vazhdimisht në dietën e këtyre personave, personi do arrit të ketë një imunitet më të mirë, një sistem imunitar më të mirë, një sistem tretës mjaft më të mirë. Natyrisht do jetë larg sëmundjeve që është e prirur grupi gjakut B. Grupi gjakut B zakonisht është i prirur për sëmundje të vështira një çik. Lodhja është karakteristik për grupin e gjakut B, sëmundja e ujkut lupusi është karakteristik për grupin e gjakut B, por gjithsesi ky grup arrin të mbijetojë dhe të kalojë këtë sëmundje me një lehtësi mjaft të madhe në krahasim me grupet e gjakut tjera. Është një grup mjaft i këndshëm, mund të them. Nila, nëse mundesh, gjithmonë na ke sjell pak nga historiku i grupit të gjakut, personat më të famshëm në botë, të cilët i përkasin kësaj kategorie. Grupi i gjakut B, çfarë do na sillen kujtesë për grupin e gjakut B? Karakterizohet, ka marrë nga zgjuarësia e grupit gjakut A, po ashtu ka marrë nga fortësia, nga sistemi imunitar mjaft i fuqishëm i grupit gjakut 0. Karakterizohet nga një persona me personalitet mjaft të fuqishëm, mjaft të zgjuar, mjaft të vullnetshëm. Ndërkohë mund të përmendim fiset e brejt, pothuajse të gjithë hebrejt janë të grupit të gjakut B. Natyrisht ne njohim mjaft mirë karakteristikat e popullit hebrej, janë mjaft të zgjuar, të saktë, të shkathët, mjaft karakterizohen me impulsivitetin e tyre. Janë mjaft të zotë për të arritur atë që duan. Natyrisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rreth 9% e popullsisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës i përkasin grupit të gjakut B, dhe është për të përmendur që rreth 20-25% e kësaj 9% të popullatës amerikane janë biznesmenët më të fuqishëm në Amerikë. Gjë që tregon që janë mjaft të suksesshëm në bizneset e tyre. Dua të them që edhe unë i përkas grupit gjakut B dhe jam vërtet me shumë fat që i përkas këtij grupi gjakut B, përveç sistemit imunitar mjaft të mirë që kam, edhe pse sot jam pak e ftohur edhe Atëherë, Anila, unë të falenderoj për ato çfarë jepni, për këshillat që jepni të gjithë teleshikuesve. Por në fillim fare, sapo keni mbritur në studion tonë, kemi folur pak dhe për historikun, për çmimet tuaja, për atë çka ju po shpërbleheni për punën e madhe që po bëni, jo vetëm për le të themi për gjithë klientelën shqiptare, por edhe më tej. Ju sapo keni ardhur në Shqipëri. Në fakt ishit morët një tjetër çmim. Flasim pak për ta. Kalishi Center është në vijim të çmimeve të marra në Paris, në Londër dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një trofe të artë, platini dhe diamanti. Tani është nderuar me një tjetër trofe në Frankfurt. Natyrisht ishte një çmim mjaft i madh për ne dhe ne jemi vërtet të nderuar me këtë çmim që kemi marrë.
Gjithashtu, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kallesha Center është vlerësuar me një trofe tjetër, është në elite member në Konfederatën Botërore të Biznesit, është një elite member. Është diçka mjaft e madhe për t'u nënvizuar, pasi mund të them pa frikë që jemi të vetmit shqiptar të regjistruar në elite member në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe natyrisht me këtë sukses i bashkangjitet dhe historiku i popullit shqiptar në një farë mënyre. Por si ndiheni në shoqërinë tonë, cila le të themi është në hapat e para të edukatës në lidhje me dietat, forma trupore, për të bërë le të themi të pamundur, për të patur edhe një paraqitje. Si ndihet Anila kur prezanton Shqipërinë e vogël? Pasi çmimet tuaja janë vërtet mëdha. Vërtet emocioni është i papërshkruar, unë nuk arrit të gjej fjalë ta përshkruaj emocionin që ndjej në momentet kur jam në stage në këto evente. Vërtet ne kemi qenë prezent me firmat më të mëdha në botë, mund të themi me Vikingën, me ndërtesë më të lartë në botë, me shoqërinë e aviacionit civil në Pennsylvania, tani në Amerikë, në elite member, jemi me Microsoft, janë firmat më të mëdha në botë që janë në këto kompeticione dhe ne jemi vërtet me shumë fat të prezantojmë një vend kaq të vogël si Shqipëria dhe me rezultatet që kemi arritur vërtet them që kemi marrë me një. Në fakt, për të gjithë ata që mendojnë që ndoshta të gjithë këto kualifikime, të gjithë këto diploma, të gjithë këto çmime, ndoshta vijnë nga arsimimi në vendet e huaja. Në fakt ju jeni arsimuar po, jam arsimuar, jo, jam arsimuar në Londër, në Itali, në Amerikë, në Beograd. Natyrisht kam punuar mjaft për të qenë kjo që jam sot, duke bërë mjaft specializime, masterat e radhës në Amerikë dhe në Londër, dhe vërtet them që ka qenë një punë mjaft e madhe e gjithë stafit tonë, jo vetëm e imja, edhe mamas time, që dua të përshëndes, pasi edhe ajo është një organizatore dhe në vazhdimsi punon për Kallesha Center. Dhe është një staf i tërë i përkushtuar dhe i dhënë pas punës të madhe dhe rezultateve që vërtet kjo qendër ka arritur të ketë. Dhe natyrisht të gjitha klientët tuaja i përkasin fushave të ndryshme, ndoshta fushave më të larta të shoqërisë sonë. Megjithatë, ju përsëri vazhdoni, është ajo sedra brenda ose dëshira që Shqipëria të mos përfaqësohet vetëm me suksesin e qendrës Kalleshi, por të vazhdojë edhe më tej, të ketë forma të tjera. Jeni vazhdimisht pranë formave më të bukura të Shqipërisë, le të themi vajzave më të bukura, të cilat me këmbgulje në tuaj bëhet që ato të prezantohen vërtet shumë mirë dhe shpresojmë që të kthehen pothuajse të gjitha me çmime për të sjellë kështu në një farë mënyre dhe atë çka ne si bukurie shqiptare ofrojmë, por edhe ju si qendër i merrni me përkushtim. Pra i kushtoheni bukurisë shqiptare. Rastësisht në qendër faktikisht nuk është se vinë vetëm gra të shëndosha, gra që janë mbi peshë, por vinë dhe goca që kanë forma ndoshta perfekte, por që kërkojnë ta përsosin trupin e tyre. Dhe rasti më i fundit ishte i dy gocave që kisha kliente, Arnida Çapi, e cila do të konkurrojë në Miss Queen of the World, dhe Nancy Kolla, e cila edhe ajo do konkurojë në një Miss, dhe në Michigan do konkuroj, dhe vërtet këto goca, duke parë format e tyre trupore, ja sugjerova agjencisë të modeleve AS, për të pasur vërtet një përfaqësim të njëjtos në botë me këta dy përfaqësuese. Kam punuar vërtet shumë me të dyja, duke arritur vërtet të kemë forma të përsosura dhe besoj se do kthehen me trofe po ashtu siç jam kthyer dhe unë. Dhe në fakt teleshikuesit tanë nuk janë vetëm le të themi personat të cilët i përkasin fushës së artit ose të modës, por janë edhe njerëz të thjeshtë të cilët duan që të kenë përmasat perfekte trupore. Atëherë pse duhet të ndalojnë tek Nila? Unë të falenderoj që ju çdo mëngjes të hënë ndaloni dhe jepni dieta, por le të flasim pak për atë punë që ju bëni dhe sa e vështirë është klientela shqiptare për të qenë këmbgulës për të patur këtë gjë. Natyrisht, sot është një kohë tjetër, njerëzit janë më të përkushtuar ndaj pamjes së jashtme dhe pse jo edhe ndaj gjendjes shëndetësore, pasi dim që obeziteti është arsye dhe shkaktari kryesor i sëmundjeve më të vështira të trupit, dhe njerëzit për këtë janë bërë më koshient. Ushqime gjithë hormone, mënyra zgjedhje, gama e gjerë e zgjedhjes ushqimeve, natyrisht njerëzit mund të kalojnë, mund të abuzojnë, dhe kjo çon në mbi peshë. Dhe fillojnë ndërgjegjësohen duke kërkuar një shpresë
për të arritur për të kthyer përsëri në identitet, për të kthyer përsëri në format e tyre të mira, ndoshta edhe perfekte, pse jo. Dhe për këtë njerëzit drejtohen për tek qendra jon, natyrisht duke dëgjuar mjaft, duke parë rezultatet mjaft të dobishme që ka pasur qendra jon, kthehen dhe vërtet aty gjejnë përveç se këshilla, nuk është vetëm trajtimi me aparatura që bëhet aty te ne i ofrojmë këshilla, i bëjmë një analizë trupore ku marrim masën dhjamore, hidrike, skeletore, metabolizme dhe gjithçka që i përket trupit të tyre, i këshillojmë duke i dhënë dieta free, dieta falas, natyrisht duke u përshtatur në këtë analizë trupore që personat kanë të bëjnë dhe pse jo, nëse ato duan të nënshtrohen trajtimit, mund të jenë pjesë e trajtimeve tona. Rezultati është mos e dukshëm në perimetër dhe në masën dhjamore, që kjo është gjëja më e rëndësishme, duke rënë në masën dhjamore njerëzit janë më të kënaqur, pasi format e tyre fillojnë të bien, perimetri lëviz goxha dhe ndjehen më mirë. Pjesëmarrëse në kaq shumë aktivitete botërore, ju në një farë mënyrë shikoni jeni dhe matës ose sillni statistikat, duke parë shoqëri të ndryshme se cilat janë problematikat e tyre. Për popullin shqiptar, cila është problematika? Ne në cilën kategori hym tek njerëzit që kujdesemi për veten, për imazhin? Them se po. Jemi obez si shoqëri? Obez, natyrisht obeziteti ka filluar të bëhet i dukshëm dhe më vjen mjaft keq sepse pjesa më e vogël e fëmijëve është e rrezikuar mjaft nga obeziteti. Por gjithsesi, duke krahasuar me Amerikën për shembull, që Amerika mbahet për shkallën e lartë të obezitetit, ne jemi goxha më mirë. Jemi të sapo filluar, të sapo nisur ndoshta në rrugën e obezitetit, pasi thash mos kujdesi ndaj të ushqyerit është një ndër shkaktarët kryesor, papunësia, mos lëvizja, mos marrja me aktivitete, duhet një ndërgjegjësim i të gjithë njerëzve për shumë gjëra, për në mënyrën e të ushqyerit, në mënyrën e marrjes me sport, me aktivitet fizik, ecja pafund duhet të jetë prezente tek ne. Duke pasur parasysh këto gjëra, atëherë arrim të shmangim këtë obezitetin që është një ndër arsyet kryesore të shfaqjes të. Dhe rikthehemi edhe një herë për të gjithë ata për temën që trajtuam sot, ishte ne dham këshilla për personat që i takojnë grupit të gjakut B. Shkurtimisht edhe një herë këshillat e fundit para se të largohemi nga studio. Atëherë, nga mishra duhet të kemi parasysh që nuk duhet të konsumojmë mishën e pulës. Është absolutisht i ndaluar misha e pulës pasi kalon në hemorragji cerebrale. Nga peshku duhet të shmangim të gjithë ushqimet me kocka, që janë gaforet, midjet, kallamarët, karkalecat, po kështu dhe merlucin. Tek produktet e qumshtit mund t'i konsumojmë të gjitha pa përjashtim, por duhet të shmangim qumshtin e sojës, djathin e sojës. Produktet e sojës duhet t'i shmangim. Tek frutat mund të konsumojmë gjithçka me përjashtim të arave të intist. Tek perimet duhet të konsumojmë gjithçka me përjashtim të domateve, të ullinjve, të zinj dhe jeshil. Tek lëngjet e frutave mund të konsumojmë gjithçka pa problem. Tek çajrat nuk është se kemi shumë të këshilluar çajrat, por mund të përmendim mjaft mirë glikorizën, pasi bën shumë mirë të përdoret 2 gota në ditë glikorizë. Çaji i glikorizës ndërmon metabolizmin dhe rregullon insulinën. Natyrisht duhet përjashtojmë akullorën. Duhet të përjashtojmë akullorën, piperin e zi dhe kanellën duhet ta shmangim tek erësat dhe tek birra, vera, ujërat, jo shumë pijet me gaz natyrisht absolutisht të ndaluara. Këto janë pak a shumë këshillat për grupin e gjakut. Dhe aktivitetet sportive sa duhet të jenë aktiv me natyrën? Është mjaft mirë të bëhet yoga, aktivitetet fizike të lehta janë shumë të mirë, por dhe ecja është mjaft e mirë, 30 deri në 40 minuta 2 ose 3 herë në javë, aerobik 2 ose 3 herë në javë, not, po kështu, hipizëm mund të përdoret ecja në biçikletë, mjaft e mirë, ecja e shpejt, pista është shumë e mirë për këta persona, yoga është e mrekullueshme. Atëherë Nila, shpresoj që i kemi sqaruar tashmë me këtë rithënie pikërisht për dieta dhe ushqimet çfarë ata duhet të përdorin. Nila, të falenderoj, ishte kënaqësi dhe sërish do t'ju kemi të hënën e ardhshme me një tjetër temë për të qenë sa më pranë të gjithë teleshikuesve të Planet Televizion. Ju falenderoj. Faleminderit. E pra të nderuar teleshikues, ishim në shoqërinë e të ftuar së parë për ditën e sotme dhe ishte pikërisht zonja Anila Kalleshi, specialiste në fushën e dobësimit dhe të ushqimit, dhe ne sot ndaluam tek grupi i gjakut B dhe tham
cilat janë resetat, cilat janë ushqimet e dëmshme dhe të dobishme për të patur një trup sa më të mirë, natyrisht jo vetëm forma trupore, por edhe një shëndet sa më të mirë. Ju falenderoj të gjithëve dhe ju ftoj për të qëndruar deri në orën 10 në këtë transmetim të Drejt për Drejt. Na ndiqni me të tjera tema. Natyrisht do të kemi të ftuar psikologun Gzim Tushi, i cili do t'ju sugjeroj të gjithë ju prindër që tashmë keni vendosur në grafikun tuaj se kur do t'i bëni pushimet, në cilin vend do t'i bëni, por i keni problematik fëmijët e tuaj të rinj, pra adoleshent, të cilët ndoshta nuk duan që të vinë me ju për të bërë pushimet, si t'i bindni dhe si ata të kënaqen me ju. Pas pak do të jetë këtu në Planet Televizion kjo temë.